Shikues të dashur, emisioni Këshia Show po vazhdon edhe pse ditë të nxehta të verës, emisioni po vazhdon me tema të nxehta. Sonte e kemi një të tillë. Do të flasim për grupin Drenica që përfundimisht u lirua nga akuza dhe u shpallën të pafajshëm. Ku me neve sonte e kemi një musafir shumë special, komandant Klinën, Sheremet Jashari, do të kitje për ton sonte ka musafir. Faleminderit komandë shumë. Respekte. A bën më përshëndet kështu që ja kizan unë. Bëllohet që është se drejt. Faleminderit shumë. Respekt, faleminderit që erdhe. Faleminderit. Komandant, kemi po edhe në aty në gjykot. Interesant do thonë ja se Gruzja bëshe vërtet më shumë. Po që na pak nashta kemi kalu kufinin, po gjykota pak më shumë e kalu. Pse? Se na jemi veç 12 vite. Aha. Pak a shumë jenë ka gjakohet gjatë, me qenë 12 vjetë në hetime, është kohë shumë e gjatë. Shumë e gjatë, vërtet. Mirë, po në edhe në gjykate kom përmenë se nuk jo milnu në fort për prokurorisë, as për gjyqtarë për këtë kutë Kosovës. Pse? Kjo këtë akuzë është ngrit nga prokuria e Uleksit. Këto ka ngrit një ndërkombëtar nga India, i cili kom cekë edhe në gjykat, i cili nuk beson në Zot, po beson lup. E qa me i besu në atina? Edhe, tash, i kom thë që kjo akta akuzë është e pa bazë. Edhe kur se kom një këtë akta akuzë, asot nuk e njo. Edhe me të regu drejtëm, kur kanë orë në ditë ma kanë pro këtë akuzën, kanë orë me një gjip. Kur edhe në 34 copa i shiko kutia, para përsis trasia dhe 12 cm me dokumenta mrena. Edhe e marrë qeli dhe kër e këshyri aty për nëzhenjë kuti, ranë drejtë të 2 kutia, para fërsisht e këshin konë ka 2400 fletë. Anë faqe me këthy ato bim për misë 5000 faqe, 5500 faqe. Ishin konë 2 gjuhët, në gjuhën angleze edhe në gjuhën shqipe. Edhe kër e nisa në fletë me letëzum, nervozoj me njëherë. Ma ngriti tensionin. E të qënat e marrë kaftorën, veç e këmon shkrepën e këmë shti, po nuk i nëzokës a këta shumë libra që në tu, të i fosë gjysën kaftor, mëna me shti qera zdoj këtë jalla flokën, t'i kalli. Krejt. Edhe, për që por ishin kapërtinat ka gjatë trasha, si me vënesu kalqin. Ta mëni kalqin dhe ishin shatë dhe tjera. Dikur qatë shumë që nuk s'musha me budurim as me i kaltana. Do metën. Edhe po më thrat avokati, thot, e ke lexuar këtë akuzën. Asa këtë akuzën që ma këshim bo mu, grupi Drenica. Ja veç mu, po grupi Drenica në përgjësi, thash, as Miloševićin Hag nuk e ka. 5500 faqe që ishin konë, pej tyne të ne kanë zvogluar këtë akuzën, i kanë bon sene që e në konë ma kryesore. Thash, Miloševićin se ka posa këtë akuzë, e na pa bo kur gjë. Edhe tha, jo, tha, këshyrëm se tash gjykata pak banane, këshyrëm drejtësia. I ke thonë të sene interesante në gjykot. I ke thonë edhe ki që i kini djallë 50 vjetë ma të mollën, një vjetë a 2 ma të vuglin, qysh këtu? Shë qa, na jem një familje madhe, jem familje ma tepër se 4 antarë, me një pa me mesa me vlozën. Tashu në qa ku më folën gjykat, nuk mëj me përsërit çdo vend. E vërtet. Pse këto çka janë sanet gjykatës, ne në gjykatet kallëzojmë drejtësinë. E vërtet, edhe sanet private janë private. Edhe sanet private, mund që tash mund që ku tavolina e kafe me folën çka dush. Dash për femra, dash për grua, dash për burra, del me nxehtë. Po pse komandant Klina unë e di, domethënë ka mbet për shkak që je i Klinës Skënderajt, apo? Mu këtë pseudonim ka nënë, se ne jemi fshatit Klinë mesme, komuna Skënderajt. Edhe që ta kanë Qito garba pak ma shumë i kanë shtu, komandon Klina. A je me familje Jashari, jeni diçka se Sheremet Jashari? Shqeqa, na me familje Jashari kështë gjakut nuk jemi, jemi tjetër fshat, e kem qatë bjemen, unë besoj që atë bjemen para neve në Drenica ka kërkush. Na jemi të ardhën para 650 vite, këtë fshat ku jetojmë, jem të ardhën pej fshatit Morin Qak në kufi me Malzi. Edhe ma valla ju në sa të thjerët Moriqani. Në këtë, po mënej, në këtë grupin Drenica ka qenë general Samil Ushtaku. Po. Po shpesh herët kanë akuzu ty që ja ta ka blen një banes, jo i ke dhënë pore, i ke marrë pore. Në fakt, çish njëhesh ti me Samil Ushtakun, edhe çfarë personi është? Me Samil Ushtakun unë s'kam njoft kur. Ai ka qenë generali joni, po s'ku po son s'mo ko lufte me ne kështu. Me thonë, as mas lufte, kur njëtë s'kum pi kafe me thonë.
dek të na, ku na kanë ngrita këta akuzat, sa ty mi njoftu edhe kemi folë me njëri tjetrin. Pse ai ka pas shoqërinë e vet, rrethën e vet, unë kam pas shoqërinë e mi, rrethën e vet. Edhe generali atë akuzat që ka bë ti, ju ka bë pa bazë. Është marrë atë akuzë me lexu çka shkruan ta. Fëmija me pas, mu më doket se qa kish pas konta në për të bërlogën në Drenis, ishi shku këshin të budhë sa kanë gjukë të tërkosh, veç me najqit neva atë. Edhe kjo është. Çfarë mendimi keni për general Sami Llushtokun? Unë e kam mendim në është njeri shumë i mirë, njeri shumë i qetë, kjo e nëza venin Ademit. Ademi Jasharit? Po. Po shoku ma ngusht e Ademi Jasharit, po shoku ma ngusht e Ademi Jasharit, edhe familja Jasharit, kam pas shumë të raportet e mira, do të me lo politiken, se politika kret nga tresat për najbje. I kam pas raportet shumë mira me to. Me Ademin, me komandonin legjendar. Po, me to. Ka qenë shok i afërt i tij. Ky do të mi dit, veç do të mi këshyr aksionet që i ka pas Drenis, sa me Llushtokun, me forcat serbe. Ishte të sa s'kemi çka me, edhe do të me di çfarë ko. Mirë po, nuk po mja huvleftën. E vërtet. Mu do. E çka mendoni për do njerë që po e fyjnë, po e shohin figurën e... Si sa veç një. Ai që shon ushtar të që kësë, ai që shton veteranët, invalidet, e prorët, përgjësiu që kënë. Ai nuk o njeri, a përse që të gotë. Qështë që ke gotë, së në komara ka që me qitë ndasme, po këtë me qitë zbonë, përse në qështë e kësha thëvje. Ja, mos e se, të kete e frillë, s'kenë. Më polë, po, ku më ma sho mu dikush nonën, kur e kom dvrane, ma kam vro shkit. Ku më ma sho babën, e kom dvrane. I kom gjdukën si kom gjithë halo kofumat. E ta isha qëtë në internetet, shere me t'jasharit, kështu ja bob shanonës. E që mi bati? Unë se kësha njek penalisht. Po e njeku kështu, ka të narqe, me kanon. Me o penzu se lo, s'ko ka ikë. Ka ndodhur një rast qështu, a? Ka shoh një unë edhe ke shku të... Unë ka shoh një unë edhe i kom shku në shtime, edhe i kom thonë që qka, dilë ku je, 3 ditë e kom lipë. Pse? Ti në kosh burë, në kosh asi burri. Pse pe shoh njerin, dilin rrugë. Unë zdi me shoh njerin. Zdi si mësu me shoh, nështë ta moj me bo fjallë me të më mytë krejt, po me shoh se shoj. Veteran të luftës, invalid, pa morë parasysh. Unë e kom qenë burë për para, së më rënsi për shka jëmë ka. Kom pas njeri që koj denu 25 vjetë që ka shona unën. Se ka bajë se shqiptari tradit e kemë. Ta që kanë qitë në unën hullaq. Hullaq e ka dush e shoj, ka dush e rrë e ka dush. Po nuk shka në shta. Heron, po është. Herona. Heron dhe po që ju nëzit. Ja, unë nëzit. Veç një. Unë halasja ku më gjithë ku fomat prindve, ja ku më do venin. Nonës edhe babës ku më ishti me vërës. I kishë dukur. Po. Edhe moj i mëtë që i gjoj këfumat e tyne, e qëtë në internet ku hina tjetët, këj komandant të lypë mja po kështu, këti bon mja kështu, këti nuk shko bre, na jem shqiptar, i kem tradita tona. Jetojmë një ven, tonë të qetë, po e mire në ka qupesh. E pse unë zejtë ashtu? Më falë, edhi pse në zejta. Pse, këtë gotë që ku më thymë ka pason një unë i shtirë, e s'ko mujtë me nëzonë ati me t'ja bon, se s'po mujtë me shoh, e merë dhe i farë momenti edhe thejva që ta. Po, me dhe pikallë zëjtë tonë që të më shonë, ko mu përbalu unë kur tybe në lejmer kërkon. Veç, për që sa të jetëm me herë, ko me pos të lashëm me mu. Se si kom bërë të tu më ndani pare, kemi pos në edhe i meri mirin këtu që ka ngrej akuzat rona, drejtuar general Sami Llushtokut duke thonë që ma ka vrov vlavin, e vlavi ju ka shkolleru, po. I meri nëne vete në përmjes e kronit që kum posë se një heqë. Kur një s'kum najtë me tha. Kanë thonë, kur të hupë senin dysha që kanë. Këti ju ka vrallahu dyshan. Po nuk bo me dyshu në kredrenicën. Ma ka bo kjo, vendas dikon, ngu le grepin. Te peshko, që ky peshko, që ky persona, që ky komandon ta. Jam i morë tonë për guje. Unë nuk e shë të arsëshme. Si unë që tash me thonë mu kanë bëra bobe, në tash me dyshu. Për qëfar mesajë ki i dërguar ti? Vallaj, unë e vesh një, kisha pas një që unë e masë se një nuk kom qef me ofendu, i ka shku moshli, i ka shku vlau, po sa ma pak me mon pjesë në misione, edhe sa ma pak me full, edhe me gjithë vërteten,
kusha personi që ka kryu atë vepër, e mas me kop njerëzit, jo ma vrojti Hashimi, masanej tjetëri, masanej tjetëri, jo kë, nuk shkon, do të me vendos njeri. Edhe një, unë që tash, nashta ma kishë vrojti kush njëtë familjes luft. E shpasha Zotin, nuk e kisha po pa din hagë. Në mu isha, në ato metodet e mje, kisha marrë hagë, mësë mu isha, kisha prit. A, nuk isha shku në hagë, me bo pa di, se nuk pede në haga, veç Hashimin. Po dënë edhe tyje, mua, tonë, po në dënë tonëve. Se po thot tash, a pishe që po thot Puqiqi. Kjo është thot një grupë kriminal, në qofë se fitujmë e dënuhen këta, do të kthejmë Kosovën. O vëlloj se ka këthy Kosovën kur mo, i ka de Kosova, se qizme zezë e shkallët, se ka shkel më të rëshë. Bravo, Dr. Giti, bravo, e vërtet. Edhe, po na duhet me vendos, me lo partit, me lëshu ka pak E për një farë Sokol Halili që po e shonë generalin a Shisha, asë Sokol Halilin nuk e njo, vetëm Asun nuk e njo, po veç e kom ponë. Po, vetëm që kom po kështu se njo. Mirë sot u po paj, problemet që kanë mes veti, unë ato probleme nuk e di, i kanë do probleme dvogla, nuk o mirë me i botnoja, nuk o mirë me sho, nuk o mirë me fy. Mu, veç njëj marrë me lushtokët lakmi. Kur hala nuk e kom po një mesazh që ka shonë njëri, në Facebook, në TikTok, ka konë as me fy, me fjolla, diqka. Personalisht aj. Po e vërtet. Edhe burit du të me mbojtë të sene. E këta nuk është mirë, me fy kërkonin, gjithko shko fmi, gjithko shko sebepa. Që shi do këtë që më përbëm dikur kur më shonë mu, e kom qikën 40 vjetë për pjetë, i kom fëmin tonë të rritën, thotë, që marë po mama të rëtë bobën, i kom djallin, i kom nipin, i kom ato. Edhe që të dorën zemër, që astakona më të abu dikush, mëse e bë kërkuj. Shumë e vërtet. Po, komandant, ti ke morë pjesë në 3 lufta? Unë e kom morë pjesë 3 lufta. Po? Kom morë në Qëkë, po? Preshev Bernas me Dveq, edhe në Macedoni. Po. Je themelusi AKSH-s? Po, e vërtet është, kom qenë burë për themelusi e AKSH-s, e kom bujt burgun. Armata kombëtare shqiptare? Po, kom qenë pjesën veriore të Mitrovicës, në burg 2004, në 6 muaj ditë, ku ma ka nukuzu për terrorizëm. Edhe ju kum përgjigj, armata kombëtare shqiptare nuk është organizatë terroriste, po është një ushtri për bashkimin e trojës shqiptare, edhe nuk do të zhdu këtë korë, po do të pushon. Tash është koha që e kemë ushtrin të unë, policin të unë, edhe nuk ka nevoj mu shfaqë kërkon. Pra, mu prit rreziku që së në muat Kosova, nga një shtetë. A jeni të gatshëm mu vesh? Do më thonë që jem të gjithë gatshëm, mi u bashkan gjitë ushtrisë të unë. Nashtë edhe me themeluni AKSH-3, nëse është nevoja? Shiqa, pa u formu bashkimi i trojës shqiptare, nuk ma mërmenja mu që do të ka lëvizje të armatës kombëtare shqiptare. Jo, se kem ushtrinë tonë, të regull të kem, i kem policinë tonë. S'kem nevoj ma për AKSH, pa e kem ushtrije? Nuk kem nevoj shamull për bojmë armatës kombëtare shqiptare, mu shpallë, mu kërkon veç ras lufte. Veç ras lufte, po. Mjekrën, pse e boni, komandant, se thamë edhe ma herët, mjekrën më të kaldu drejten. A e bon që i fetar, apo ju? Ju, së jam asa gjesë hoqë. Prej lufte kam, e du haqin, edhe du hoqën, edhe i respektoj, po mësë më merë fërë për politikë. Po, edhe e kam prej luftës, pe atësit më nuk e kom mjekur, vetëm që e regulloj, nuk e lo fërte për më rritë. Më nënë me moj si tave. Kryesurja muslimani? Muslimani edhe si pipish më në kërë. Nashta s'moj mi nuk moj mi allo hakun tëna qka i saj përket faljes e në gjinimit e tëna dësane, po si nuk i pipish më në kërë, këtë fej, ma ka lo baba, ma ka lo babgjyshi, ma ka lo katra gjyshi, ma ka lo stërgjyshi. E për këta që po konvertuën, që ka me ndani për levizën? Edhe, këtë fej jam, këto nuk e lëshoj, kur... E që ka me ndani për këta që po konvertuën? Shisha, a i mënohet mu po katalik, pa i mas portit mu po shqiptar, tani mu po katalik. E mu ma mërmen që nuk e në ata shqiptar që bëgë së senësh. Zbo me bo përqarje. Duhet me ditë se shqiptar ti ka 4 fej. E kem fej islame, e kem katolike, e kem ortodekse, bekteshane. E tash, na duhet në këto fej tonë me respektu. Shumë e vërtet.
mi respektu fetë të tyne, edhe ata fetë tona. Pse? Na jem një këmbë shqiptarë, një flamur e kemë. S'ka tjerë flamur, ajo flamur i kumbit. E kemë qëtetit, pa është i kumbit. So, derë shumë gjak për ta. Edhe s'po me nënshmu. Edhe këta, do të milo fetë gjëllartë, edhe priftat. A në gjami do të më shku me mësu, që shmë fali me najtë mire, qete, dësenet mira. Politika në gjami që i vynë. Sen. Politikën do të milo. Politikën, ka kusho dhe hecë politikën. E këta problemet e më vaj pe i bun, qitu. Mirë po, kur po vje vakti me dek, Hoxha po që të nëlloj? a petë hoqën të vurri, a petë pa hoqë për banë. O mos i notja këm hoqë veqit, duhet me ronë dërtina. Da të kiti, bravo. Hej, po, e për me në politike shumer, po, ne ka thonë Dritan Gëngjoj një mesazh në emisionin tem, edhe ka thonë që kryeministri Albin Kurti e kanë lutë me uvesh në dikavës, uniformën e UÇK-s, për nuk është veç. Që ka mendoni ju për këtë, a është e vërtet? Shë qa, Albini ka qenë zavansja dhe mosit. Së mund ja hub kërkush. Dhe më ka qenë majnon së ushtarë. Së ushtarak. Mirë po, e kanë lutë, kanë thonë që qka. Me vesh uniformen, me marë armen, edhe me najtë me neve që tu, edhe me najtë tonë bashkë. Mirë po ati, a ju mësu me najtë në qytet, në ryshë është me najtë në Qarevë, në ryshë me najtë në Prishtinë. E në Bri. Edhe sigurisht që ka përshtot veni, nashtë që ka përshtot asë shëqnia, që ka po djune, edhe ka refuzu, ka thoi jone. A është e vërtet kjo që e ka refuzu, se është e... Po, e vërtet është, nuk është edhe që pe thonë, po e kanë thonë edhe kreqtabi, i likut, e ka refuzu, ka thoi që qka. Unë du më shku, unë jam zavensja i demoqit edhe, unë e kam zyre tam e në Prishtinë, edhe du më shku në zyre tam. Po dhe kur gjo? Edhe, që mund përmal me najtë. Po me vëllazit, Gjeci, çfarë raport e ki? Konkretisht me Pasendili kemi pas në emision. I kam shumë raportet e mira, janë shumë djemë mirë, janë djemë fort, janë besueshëm. Kur stratojnë? Vërtet. Ja s'ki ma të fundë drenisë. Ju, a? Kush akoj notin e të fletë, sa të donë, pas ka, ndash të bojnë mirë. Ata nuk din me nervozu njerin kur. Ta në thojnë gjina, qysh për në ndodhë në rastët, po për ndodhë se pe ngusë. Kur së ngusë, 100 vjetë me najtë me ta. Por edhe me ngusë të banë. Vërtet. Kontributi tyre në luftën e UÇK-s? Kontributi tyre ka qenë luftën, mu ma mërmenja, të kërkosh ndimin që kanë dhonë vllazit Gjeci të jasha se ka dhonë kërkosh para tyne. Të familja Jashari? Po. Edhe është, Ademi ka qenë është një pi Gjezve, një pi Kush tyne. konkretisht me tyre? Gania? Gania, tonë gjithë, unë jam moshatari Halilit, ta tjerë tonë e matri, dhe që janë familje që e meritojnë, na nuk bëm me këqyr partit. Unë jalla votë kuna du, së më nëllë kërkosh. Nashta, një njeri e du, në për dy këja dho, nëse një dy këja du, një, shemull për bëm. E vota jep të ku dush, po drejtën dhe të mjalla unë. Pse, ka njerës të fort, dy këja, për dy këja, na kënë të na unë, ka njerës mirë. Po, absolutisht. Edhe, na nuk mujmë tash me që ata njerës që kam kontribu për luft, na nuk mujmë me shkel, nuk banë, so gjëna. Ka merita tja zakash, për sigurisht... Po, Gania ka merita shumë. Unë ma mërmene që këta gjithë jenë këtë gacëm, edhe sot jenë gacëm, janë familje fort, familje mirë, familje ndershme. Dhe me thonë e ka, nëse s'gaboj janë një pedoj me Jashar. Këta janë një pedoj, po. Po, Osman Gjecin e kanë Kushëri. Kushëri e kanë, në kryesora dhe më Jashari është nip i Gjezve. Do të kitje e mollë, po, bravo. Gani Gjecin e kam përmen shumë herë dhe në për emisione tjera, të onë që ka dhonë kontribut të jashtëzakonshëm edhe ka atë rastin që dhe me thonë ka sulmu forcat sërbe në vitin 92 nëse s'gaboj. Po është një bashkëluftor i urëve të pora dhe të Hashim Thoqit, a e thët edhe vetë. Shë qa, une kam kry shumë aksione, po në aksionet nuk e kam me i përmen, arsyja pse. Ta shpëthojnë hogë, pse na morën. Po ju vetë po kalzoni për burë që a keni ponë, e ku më të më të morë. E tash një, jënë dësën dhe procese që si në kry halo. Do varsan është pak në truën, më dalim bashkë për mejdan që ashtë. Zban bashkë me dola? Bashkë me doli erë. Apo kryem sonte në ajsa na jo? Boloj, qka t'ju pilqe juve. Unë e sonte e konftu edhe një veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës, është edhe Shaher. Faleminderit. Ka qenë edhe ma herët në emision. Faleminderit. Ka orë sonte enkas për tyje, Rajmë Uksmolja eftojmë.
me neve sonte. Shumë mirë, faleminderit që ka ardhur, mirë se ka ardhur. E ftojmë ata në video. Hajde ardhur. Po tash të mirë, tash kam ta thyej edhe gut. S'ka problem. Faleminderit shumë. Mirë se arsi. A jemi mirë se si. No, faleminderit shumë që jeni, mirë mbrëma misere. Faleminderit shumë. Ro, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për ju. Është era 2 që vjetë e na, faleminderit shumë, do të vite, po faleminderit shumë. Son të kjo për komandant ligu. Për special të morë, ju respektu, ju nderu. Unë zakonisht kënoj kong dashmash, kënoj kong pop folk, po asnjëherë nuk i lau kong patriotike, kam e kënu për dëshmur, për heroj. Kënd. Kam e kënu për patriot, gjithmonë kam e kënu. Hajde skena për ju, na nashta sonte të dimon dhe komandanti. Nashta ndihmon, e di që Nashta me gjujt bile. Jo për me gjujt, më s'ki gole. e di që nuk mund më konë nashta profesional, po Për këshirë që ka. Plafonë në nalë. Kreshat e Kosovës kanë morë gjyrë të kuqe. Hajde. Kruqit e danit janis me morë nuse. Po prim për para Shqipja kastrioti. Lull po zhurët e qelim në për flak baroti. Hajde. Hajde. Oj Kosove kuqe do të zjelim driten. Gryka jone skuqun, gjalla zem galice. Toka jone djegun, pojohet me gjat. Ty ta falim jetën, po na duket pake. Me një kongë dhe të servis, apo të mletin? Faqet histori, shumë e gjak shqiptari. Në kratë e Shqipënje, shkruar me ngjyrori. Emni u që këm që ndizun beteja. Po na prim për pora, për fitore të reja. Na u bon kala, kullat me bedena. Prap këto po lindin, Honza dhe Adema. Honza të më ne, të më lindin. Amaneti tyne, ta fitojmë lirin. Me push bëjmë Kosovën, e nderojmë Shqipënine. Amaneti tyne, ta fitojmë lirin. Me push mbrojmë Kosovën, e nderojmë Shqipënine. Faleminderit shumë, faleminderit. Komandant, Zoti ta ftu. dishte më dhuj skenën këtë burë. Kujdes kur të nëshëra. Mirë që se ma ke mush gota, sa që se kalo po dy ke qitë dhe. Dhe u kry ma vete. Faleminderit shumë. Respekte. Ke qenë edhe ma herët edhe ke posë qikushmëri të jashtëzakonshme edhe ka marrë mesazhe të jashtëzakonshme për ty. Unë të falenderoj shumë.
I falenderoj gjithë ata që kanë komentu pozitiv, gjithë ata që na kanë shikuar me zemra, me shpirt. Na jemi me popullin, me gjithat popull që e don sakrificën e respekton sakrificën e vendit vet. Na jemi vet sakrifica e vendit tonë, ne respektojmë popullin e tashëm, popullin e ardhëm, edhe të ardhmën e këtij populli kena me respektu se s'kemi çore pa kon pjesë e armërisë tonë, e armërisë në çdo fushë, në çdo sfera tjetër, po. Çka po kënojmë për fund, unë të falenderoj shumë, edhe komandant Klinin e falenderoj shumë që ka gjithë ku me qenë sonte se ka qenë pjesëmarrës në për shumë media sana se ka lënë rahat njërin burse që ka dalë çaja për gjyqit. Besoj e ke po dhe ti? Po, qysh e kemi po gjithë. Më në fund kanë dalë pafajshëm grupi Drenica që e kanë merituar burse, jo që po edhe kanë qenë pafajshëm këta për fillimit. Besojmë tonë që pe festojmë edhe lirimin. Po. Se jemi kot pafajshëm. Po. Dorë Zot edhe ata që në Hag sa më shpejt. Kliruan, faleminderit Kliruan ta presim edhe të vinë nëpër familjet e tyre. E kini një kong që e ke knu që e ka ndosh shumë për ashimin, a ki diçka një kong ekskluzivisht për ata që për kreditë të UÇK-s, me që me 16 statur po besoj për presmi. E kam çat kongë që e kum bashkë edhe në YouTube. Po. Pra mujna me knu prap. Po. Ose na e kong tjetër që ki diçka për kreditë të UÇK-s pa problem. Nuk kam tjetër përveç asaj Okej, që hajde, kum bën. s'kena për ty, e kënëm çato, tashimit. Komandant, faleminderit shumë. Respekt, faleminderit shumë që ishe. Faleminderit shumë. Ro, faleminderit. Faleminderit gjithashtu. Për fund, ta lëm me mbyll tyje. Okej. Voli komandant. Po këndoj një këngë lavdic për heroj të gjallë, pa drejtësish po mbohem buxhe, koha s'kam mja fal. Themelu se UÇK-s dhe të pavarësisë, e flijuan vetëm që ne çojmë dritë. O ju trima, o legjenda, gjithë jemi me ju do t'dilni faqe bal, vendi ka me u gzu. Kur armiku zotja da, luftën ta një los, gjitha akuzat që ju bën, do të bien poshtë. Që nga viti 92 ata nuk pushuan, që luftën e UÇK-s mirë më organizuar. Vjetra herë kalun kufinin për t'u furnizuar, armatimin UÇK-s për t'ja siguruar. O ju trima, o legjenda, gjithë jemi me ju do t'dilni faqe bar, vendi ka me u gzu. Kur armiku zotja da, luftën ta një los, gjitha akuzat që ju bën, do të bien poshtë. Kam një lutje të mëdhe për gjithë shqiptarin, mos harroni se nga erdhe shtrejta liri. Si vetë Skënderbeu dhe ne u bashkuam, falenderit gjithë atyre që luft kontribuan. O ju trima, o legjenda, gjithë jemi me ju do t'dilni faqe bar, vendi ka me u gzu. Kur armiku zotja da, luftën ta një los, gjitha akuzat që ju bën, do të bien poshtë. Gjitha akuzat që ju bën, do të bien poshtë. Bravo, faleminderit shumë, bro, faleminderit.